Sipas burimeve historike, flamuri ngrit nga luftëtarët e Malësisë në udhëheqjen e Det Gjolulit në majën bratil të Det Shiqit, një akt i shenjtë që e la të shashlisë Evropën. Det Shiqi ndodhet në jug të Tuzit, në territorin historik të Grudës, një zonë e njohur për traditat e thella të qendresës shqiptare. Terreni i ashpër, shkëmbor, i mbiçmuar nga male që ngrihen si kulla natyrore, i kishte bërë këtë vend të papushtueshëm për shekuj me radhë. Në verën e vitit 1911, qindra bura malësor, të lodhur nga represioni i Gjon Tuqve, por të pathueshëm në shpirt, e pan Det Shiqin jo thjesht si një pikë strategjike, por si vendin e ringjalljes kombëtare. Aty, mbi ato kreshta, do të shpallej para botës së Shqipëria dhe do të nështrojë kur. Në krye të malësorëve qëndronte një figurë që historia e ruan në piedestal, Det Gjonuli i Hotit. Bies i mençur, trim, i drejtë dhe i pathyeshëm. Ai kishte përjetuar masakra, humbje, burgime, por nuk e kishte ulur kur kokën para pushtuesve. Burimet historike e njohin Detën si organizatorin kryesor të forcave shqiptare dhe simbolin e ngritjes së flamurit në Det Shiq. Ai nuk kërkonte pushtet, kërkonte të drejtën e shqiptarëve për të qenë shqiptar, për të pasur gjuhën e tyre, zakonet e tyre, tokën e tyre. 6 prill do të ishte dita e tij, dita e Malësisë, dita e Shqipërisë. Aty, mes 300 malësorëve që përballën, merret 28.000 ushtarë osman. Çdo hap drejt majës ishte një hap drejt lirisë. Kur topat osman shpërthenin gurët e Det Shiqit, malësorët ruanin vetëm një mendim: duhet me çuë flamurin maj. Në rreth orëve të para të 6 prillit, qendresa shqiptare nuk po thyej. Dhe në një moment kyç, trupat osmane u tërhoqën për pak çaste nga disa pozicione në lartësi, duke krijuar hapësirën historike që malësorët po prisnin. Burimet dëshmojnë se më 6 prill 1911, në majën e bratlit të Det Shiqit, luftëtarët shqiptarë, në komandën e Det Gjolulit, ngritën flamurin kombëtar të lartë në gjak, të ruajtur fshehurazi për shekuj. Më konkretisht, teksti historik tregon se Nik Gjelosh Luli, Gjon Ujk Miçuli dhe Pjetër Zefi janë ndër flamurtarët e paharuar që morën pjesë në ngritjen e flamurit. Në ato moment, malësorët shpërthyen me britmat: roft flamuri, roft Shqipëria. Dielli i prillit pasqyrua mbi të kuqen e flamurit dhe Shqipëria, pas shekush në pushtim, rifitoi simbolin e saj. Sipas burimeve të tjera, ky ishte ngritja e parë publike e flamurit shqiptar që nga koha e Skënderbeut, pas vitit 1470. Ai flamur i ngritur në Det Shiq nuk ishte thjesht një copë pëlhure, ishte identiteti i ringjallur i një kombi. Në ditën e shenjtë të 6 prillit, rreth majës së Det Shiqit, kanë shumë luftëtarë shqiptarë, duke u bërë shtyllat e asaj ngritje të përjetshme. Burimet tregojnë emrat e 7 dëshmorëve të Koçajve dhe Grudës të rënë për flamur, si Dok Presh, Kërcaj, Tom Uc Ivanaj, Marash Luc Gjokaj e të tjerë. Flamuri nuk u ngrit në heshtje, ai u ngrit mbi gjakun e tyre. Pikërisht sepse liria në Malësi kur nuk ka ardhur pas sakrificës. Ngjarja tronditi kancelarit e Evropës. Raportimet historike theksojnë se ngritja e flamurit, pas një fitorie të malësorëve, pasi sinjal. Dhe shqiptarët nuk ishin më një popull që kërkonte vetëm reforma, por një popull kërkonte shtetin e vet.
Delqiqi u bë simbol, nga një maj e vogël malore. E shpërndau në të gjithë Evropën, lajmin se shqiptarët ishin gati të dilnin në skenën e historisë moderne. Publicistët e kohës e quanin Delqiqin, por gjaku nga doli tymi i bartë i lirisë. Ai ishte vendi që ndezi flakën e pavarësisë së Vlorës, e vite gjysmë më vonë. Urimet historike shqiptare e përshkruajnë Delqiqin si vendin ku flamuri i ruajtur 450 vjet me poshtëpi malësorësh, u nxorën më në fund në dritë. Të filloi vala e kryenvitjeve të tjera, nga veriu në jug. Do çonin në 28 nëntor 1912. Ngritja e flamurit në Delqiq nuk ishte vetëm një akt sfide, ishte një amanet që historia i dha brezarve shqiptar. Liria nuk dhurohet, liria fitohet. Më 6 prill 1911, mbi majën e Delqiqit, shqiptarët nuk fituan vetëm një betejë, ta fituan të drejtën të ndërronin shtetin e tyre. Dhe sot, çdo herë kur flamuri valvitet në qiell të Shqipërisë, aty brenda rrethet edhe zemra e Delqiqit.